dhe ne lusim atë subhanahu wa ta'ala që të gjitha këta mirësi, begati të jenë dhe të derdhen edhe mbi ata të cilët e ndoqen dhe e ndjekin rrugën e tij, sunnetin e tij, po ashtu përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tija profetike deri në ditën e fundit. Nuk ka as pak dyshim se atë që Allahu xhelleshanuhu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, largon lajthit dhe devijon, dhe atë që Allahu xhelleshanuhu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut, udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, veprat më të kota të këqija dhe të sherrit janë risit dhe bidatet, ato që në humbje e humbja që në zjarin e xhehenemit, Allahu të gjithë nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, do të fillojmë me disa hutbe, njëra pas tjetrës duke folur për humbjen e gjëjes më me vlerë, thuaj apo gjëjes më të shenjtë. S'ka dyshim se sot sicili prej nesh i sheh çështjet, sfidat e ndryshme të cilat përhapen dita ditës në mesin e njerëzve anë mban botës. Sikush i shikon ato me shikimin e tij, i ndëgjon me ndëgjimin e tij të veçantë, i ndjen ashtu sipas ndjenjave të tija, qofshin të gjalla apo të vdekura, të shëndosha apo të sëmura. Kurse besimtari i cili është larg pamës, i cili ka menhej, ka programin e tij në këtë botë, e konsideron këtë botë përsëri me atë sprova, por e ka urën e ahiretit. Ai të gjitha këto sprova, këto sfida i shikon me tjetër shikim, me tjetërsi, dhe i ndëgjon ato me tjetër vesh të cilat kanë kontakt me zemrën. Ashtu ai i shikon ato, ashtu i ndëgjon ato, jo si tjerët, por shikimi i tij është i sakt, preciz, është larg pamës, dhe ndëgjimi i tij është i sakt, i ndëgjon jo ashtu siç eksplozohen dhe paraqiten ato, por ki i ndëgjon me ndëgjimin e zemrës. Vëllezër të dashur, po duhet që jemi real dhe të themi një gjë e cila është, e shohim ne. Disa here besimtari mendon dhe thot vallë, a thua tërë këto, a në mban ka mbahen ligjerata, derse hutbe, tribuna e gjëra tjera, a thua janë të pafuqishme, a thua janë këto pak dhe nuk janë të mjaftueshme, a thua janë të zbehta që nuk mund të ndalin hovin e këtire sprovave të cilat përhapen dita ditës dhe i troketin të gjitha shtëpit e muslimanve. Ne flasim për musliman të vëllezër, ne flasim për vëllezërit tonë në iman, për vëllezërit tonë në fe. Apo a thua te ato mungon sinceritetin nga njona palë, apo mungon sinceritetin nga të dipalët. Folim për gjërën, humbjen e gjërës më me rëndësi, humbja asaj e cila është më e vlefshme. Vëllezër, kjo thuaj në mesin e muslimanëve dita ditës po humbet. Humbet për fat keq, edhe largohet edhe nga mesi atyre të cilët falin namaz dhe janë të rregullt në namaz, me përjashtim ato që i ka mëshiru Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo gjë është me rëndësi shumë vëllezër. Nëse kjo hupet asgjë nuk ka vlerë. A e dini për çka flasim vëllezër? Flasim për humbjen e kënaqësisë, lezetit, qetësi shpirtërore në ibadet. E sheh kur ibadetet, adhurimet shndrohen në formë të ritualeve, e atëhere personi lëvizën, por nuk ka dobi. Kur namazi përbëhet shembull i sabahut, i ka di farz dhe ka dy sunet, dhe si cili prej neve e din se duhet lexohet surja Fatiha, pastaj një sure tjetër apo disa ajete, dhe duhet me shku në ruku, e pastaj me uqu, me i thonë ruku disa fjalë, pastaj me uqu, e kështu me radhë, arrin te rekati fundit,
e këndon e tehiatin, salavatet, dua që ka din, edhe jep selam dhe ukri. Por, a beson se sa e ndodhen me neve, edhe kjo me rëndësi është mirë këtu me e përmend, je ndoshta në qosht të xhamis dhe vinë për me falë namazin akshomit se u bo kameti. Atje kur ishe, e din se tash do të falim namazin e akshomit. I bone disa hap, kur mrite këtu për me bo të këbirin, e more dhe harove një jetin të bësh me zemër. Me njerë të kaplon gafleti, dhe zër muslimon që ndanë shumë thuj drejtime, ate ka kaplu epshi, a i gjdo gjo që ka eshe me epsh, edhe një mashkull që i pëlqen, ja lëvizën epshin, a i qetri se cilin që ka eshe në form të interesit, a mundet me më kry pun, a nuk mundet me më kry pun, a i qetri e ka kaplu ato materializmi, ki tjetri kur flet për pasurin, apo kur flet për dikont e përmendën qka ka bo aj, sa shpia ka ndërtu, sa banesa i ka ble, qfar ker ka ble, ashtu me një bindje dhe ashtu me sinceritet flet thujti se po ta shpjegon ajetil kursin, qka ka bo aj atje. Apo sa shpia i ka ble aj qetri. Ashtu knaqet duke fol. Por kur vjen puna me e fillu atë që është më me rëndësi, me e fillu ibadetin, falet dhe nuk ka ndikim, jep zeqat dhe i dhimset ajo që e ka dhonë, e agjiron mujnë e Ramazanit dhe fare ndjenje nuk ka, nuk i ka shtu asgjot devotshmëria i mujë Ramazanit, ka agjiru me stomak, shkon në haqë, as pak nuk ka marë mësim prej urtësis, butësis, sekreteve të haqit, lexon Kur'an dhe bën dhikr, përmend Allahun, Allahu alem sa herë në ditë, por akoma zemrën e ka të ngurt, e ka zemrën të fort. Kjo është vëllezër, tërë këto sprova që i ballafaqojmë ne sot, nuk duhen me gjitha ato të jenë të shkaktar që me ta rëmbir gjërën më të shenjtë, dhe ajo çka është knatësia, lezeti në ibadet. Jo ti për di hapa apo tre e bone dhe harove ta bësh një jetin. A beson ai i cili që e ka pas një jetin atje në qos xhamis, kur vjen këtu ta marrë tekbirin fillesar, hiç e ka haru. Me zemër thotë tash e fali namazin e xumos. Kjo patjetër të bëhet te tekbiri fillesar. Këto nuk e bone, nuk e hi hala në namaz. Ai namaz llogaritet nafile, por jo farz. Do me thonë shiqo, sa neglizhenje na bë, që e harojmë disa herë edhe një jetin në farz. Mos me ndoti se një jeti pre kur niset e shpija ti, edhe që ajo është një jeti, po dhe po që kjo një jeti, unë shkej të fali jacin, apo të fali akshomin, një jeti duhet jetë tu kur e merë të këbirin fillestar. Ki është një jeti. Prandaj nëse ne parashtojmë një piqje, dhe unë këtu e kom zjedh një ajet i cili është shumë më rëndësi vlezër. Me këtë ajet mund të testojmë veten tonë, mund të shohim veten tonë ku jena, se cili prej neve. Ki ajet është, subhanallah, thuj se qtash, taze, frish ka zbrit, prej nga 7 katë qilë. Thot Allahu Gjelleshanu, i thot Muhamedit a.s. që aj këtë ajet na i përcjell neve, dhe na ka përcjell sallallahu a.s. Dhe lexohet ki ajet deri ditën e gjikimit. Thot Allahu Gjelleshanu, kul, in kane abaukum, wa ebnaukum, وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Wallahu la jehdi l'qawme l'fasikin. Testohet vlla tash vetën tënde. Qka ja Rasul Allah, qka të ka zbritur? Kull, thua jo Muhammed. In kane abaukum, nëse prindërit e juaj, wa ebnaukum dhe fëmijët e juaj, wa ikhwanukum dhe vëllezërit e juaj, wa azwajukum dhe gratë e juaja, wa ashiretukum dhe tërë familja fisi, wa amwalun iqtaraftumua, dhe jetë pasuri që e ke fitu
brenda 10 viteve, 20 viteve, 30 viteve, 50 viteve. Wa tijaratun takhshawna kasadha. Dhe ajo tregtia që frigohesh mos dështone në atë ditë rrim pa gjumë. Wa masakin tardawnaha. Dhe i bonet disa banesa ta shpret me i fut qira gjit me marë pare. Nëse gjitha këto, thëtë Allahu Gjelleshanuhu, janë më të dashura se Allahu, dhe se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe se gjihadi në rrugt të Allahu të Gjelleshanuhu, nëse këto që i përmenda janë më të dashura se këto të rria, e Allahu thot feta rabbesu, e pritni, hatta jeti Allahu bi emri, deri sa Allahu të sjell vendimin e ti. A beson vlezër, muslimanët sa kanë protestu dhe protestojnë anë mban botës, rrugët plot, shkon namazin e sabajt, ankoheshin dhe qajshin disa khutaba, disa lugjerues, disa hoxalar, vallahi në shtetet arabe qante, vallahi sot dje ka pas demonstrata kanë protestu, e janë namazin e sabajt unë edhe 2 persona, a xhamia pa qosh, a fu Allahu ti intereson protestja namazi sabajt? A thua Allahu Gjeleshanu intereson që ka dhe të bëjsh ti dhe të bërtasish? Shok të Muhamedit a.s. Je kanë zitu kushdazone safin e par, a i verbër, prej qoshit Medines, i verbër, nuk ka pas njeri kushta sjellën në xhami, rruga e rrezikshme, i verbër, e gjëra tjera, i tha Resulullahi, hel tesma'un nida, a e ndëgjon izanin, kale nam, fe e gjibë, tha e ndëgjoj, atëherë përgjigju. Si mendojnë vlezër dikush të ndryshon e statusin e Allahut subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Nëse Allahu në mbroni, Allahu do t'ju mbron juve. Dikush sikur i thot Allahu Gjeleshan, ja Rab, ne kena strategji qeter, ne kena plane qera, programi jonë është këtë ndryshe, shikoti se dhe qohish, nuk o pa qeter me ndjek rrugën tënde, dhe sunetin e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, ne edhe kështu ja dalim. Ku e bota islame sot? A thu se kanë dështu në aspektin pa marrë parasysh, apo e kanë lëshu rrugën e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ja kjo shembull konkret vëllezër. Edhe këto mund ta marrësh gjithkund shembull. Protesta rrugët plot, gra e burra, me shamia, me mjekra e gjëra tjera. Kur vjen puna te namazi, xhamia shprazet. E ti prej atij që kërkon ndihmë, me ta shtall dorën, me të nxjerr ka kriza, në momenti ku ai dëshiron me gjetë në atë vend, ti mungon. Ti mungon ati. Kërkon prej dikujt pare borç, edhe i thot në rregull mora 7, do t'jesh para dugojes time, para birojes time. Kur dhe shkojsh, në 7 am gjash e gjys, morem 5 dhe shkojsh. Pse s'mje paret, me uvnu, nuk mi jep pare, çka do të bëj unë? Prandaj Allahu Gjelleshanu e ka pru këtë ajet dhe ne me sprovu veten tonë me këto, dhe unë do ta ceki edhe një tregim vëllezër. Ki tregimi është aq i madh dhe është tronditës. Sikur mos kisht pas zinxhir senet të sakt, problem do të ishte ta besojshin njerëzit dhe të ishte i kapshëm te mendet e njerëzve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pasi që e krau luftën Dhatur Riqa, tha, u afrua dhe koha e mbrëmjes, e falen yatsin dhe than, duhet 2 persona me na mbrojt neve. Një prej ansarve dhe një prej muhaxhirëve. Prej muhaxhirëve ishte Ammar ibn Yasir, kurse prej ansarve Abbad ibn Bishr el-Ansari. Bisedum të në me zvete si da ndajmë natën, 2 pjesë, 2 persona në 2 pjesë. Kush pjesën e parë, kush pjesën e ditë do tjetë roje. Abadi tha, kisha pas dëshirune, me qëndrum pjesën e parë të natës, roje. Amari tha, mire bone se edhe u isha i lodhët. Amari ja futi gjumit, Abadi shkoj me një vend për shtatshëm ati afër, dhe filloj të fale namaz. Shiqoni vlezë dhe sa filloj hana, si kur ditë. E goditi zhigjeta një mushrikut në gjoks. Kur të godet zhigjeta, imagjina sa shpejtësi ka pas ajo. Ai nuk e ka gjujt me dorë. Dhe ju ngull zhigjeta në gjoks, ki duke falë namaz, e mori ato e hoqi dhe e gjujti. Por kur dul zhigjeta, sa gjak është duke dal,
filloi namazin, me njëherë zhigjetja tjetër përsëri e qulloi në trup, e mori zhigjetën e nxori dhe e gjujti. Mas një kohë edhe zhigjeta e tretë, në vendet të ndryshme, dhe thuj këti veç përveç kokës, për ndoshta edhe koka, i tërë trupi i skuqër në gjak. E atëherë u afru te Ammari, vllau i tij në Islam, tha, inhad, faqad asabetni el gjirahu, wa kathura minni e dem. Që tha se, që këto plagët pak, po më rëndojnë, edhe gjaki ma thësh duke më dalë. Kure pa Ammari, tha, subhanallah, lau ajqëthëni inde awali sehmin ramake bihi, po pse tha me njëherën zhigjeta e parë kur qëllaj, pse nuk më zjove mu, që qëni vlezër përgjegja. Qal, Abbad ibn Bishr, kuntu fi suretin aqra'uha, fa karihtu an aqta'aha hatta afrigha minha. Isha duke lexu një sure, o nuk dëshiroja ta ndërpres namazin, namaznate ka qenë, e ta ndërpres leximin derisa e kreva surën në fund. Që ka thot vlezër, kjo shkruhet ndash me lot, ndash me diamant. Pastaj thot, Wejmullah, pasha Allahum, laula khaufi, an udaj'a thagran, amarani Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam, bihifdhihi, lakane qat'u nafsi ahabba ileja min qat'iha. Pasha atë, Allahun, që shpirti jam është në dorën e ti, si kur mos ishte urdhri i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, që a im that të na ruaj shpinën, vallahe, vetëm u frigova mos e thaj urdhrin e Resulullahit, se dalja e shpirtit ishte për mu ma e dashur se sa të dal nga namazi dhe ta përfundaj surën. Çfarë njerëz kanë qenë këto vllai dashur? Çfarë lloj durimi dhe çfarë lloj sabri? A dini ko problemi jonë se që në qindrojmë namazit të zem Kuran? A dini pse? Se nuk gjejmë knatësi. Çka thonë të Uthmani? Lau tahurat qulubuna ma shabi'at min dhikrillah o min qiraati l-Quran. Sikur zemrat të kishim të pastërta, nuk dhe të ngiheshim duke lexuar Kuran. A e dim pse ikën? Se nuk ke knatësi. Neve na shup knatësia lezetin ibadet edhe në dhikër. Nëse ki e dashuri, nuk largosh, imagjino buri kur e don gruën shumë, me zipret me ardhë në shpi, nuk don dale edhe jashtë. Apo gruja kur e don burin, vetëm me ta që ndron, po kur nuk e don, ka apo s'ka pun, hikën kuzhin, po nuk e don. Nëse nuk mundet kuzhin me e përballu, thot duhet dal jashtë me ble diçka. Apo edhe ki, kam një termin, kam një atë termin, me pas dashuri që ndron. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i thon te Bilalit? Qum ya Bilal wa arihna biha au arihna bis salat. Çu Bilal, thirrën kametin të kënaqena. Ta kënaqim shpirtin namaz. Prandaj vëllezër, ne duhet të punojmë natë ditë që të arrim kënaqësinë në ibadet, të arrim kënaqësinë kur edhe abdes kur marrim. Ta di se të pikojnë sevapet. Thot Muhamedi a.s. si pas kuptimit hadithit, dhe nuk oj kujdes shëm ndaj abdesit vetëm se besimtari, gjithmonë me abdes. Ta arim knacin namaz, ta arim knacin edhe kur japim sadaka, jo t'japim duke u dridh, ta arim knacin edhe kur agjirojmë, t'ka agjirojmë me gjitha gjimtirët e trupit, me zemër, me si, e kështu me radhë. Ta arim knacin edhe kur e krim haqin, ta arim knacin një herë kur tush, subhanallah, të ndikon ajo prej të gishtat e konve deri të kimja e fundit ma e larta e flokve. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si na tregon Aisha, wa kana amaluhu dimatan, dhe veprat e Muhamedit alayhis salam ishin të vazhdueshme, nuk kishte ai faleshte edhe pastaj e linte. Domethënë bëhet namaz natë apo diçka tjetër, agjironte edhe pastaj një vjet shkonte nuk agjironte nafile. Ai e kishte programin, e çonte tempon e tij. Prandaj edhe ne vëllezër pikësbari ti pastrojmë zemrat tona nga dashuria e kësaj dynjoje, nga materializmi, ti pastrojmë zemrat nga egoja, nga interesi, e atëherë në vendin e tire do të hine dashuria në
e ibadeteve dhe nuk do t'jetë mo ibadeti vetëm një ritual, e kreva këto e lexova, më zgabova diçka, po 4 rekat selam aleikum, edhe pastaj i njëjti person i drejtuar, i orientuar ka gjitha qefet e dynjas dhe Allahu subhanahu wa taala ja kthen shpirtin, ja kthen shpinën, e pastaj kur dale shpirti momentin e fundit, Allahu alem do të flet ajo me të cilën e ke kënaq zemrën edhe shpirtin. E qulu qawli hadha wastaghfirullah.